Dimi djeshëm nga ana e presidentit të Republikës zoti Bajram Begaj, zyrtarisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është rikthyer në funksionim të plot 100% për të organizuar këtë proces zgjedhor. Ndonse ditën sotme nuk ka parashikuar asnjë mbledhje konkrete, afatet që parashikon kodeci zgjedhor tashmë kanë, ndezur mekanizmin e organizimit të zgjedhjeve të pjesshme, duke filluar në fillim me përpunimin e listës së zgjedhësve për 6 bashkitë, që të cilat do nxjerrë nga ana e drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile dhe më pas do të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëpërmjet organeve të tij, qoftë komisioneri shtetëror, qoftë komisioner rregullator, të cilët do të miratojnë afatet e tjera procedurale që lidhen me regjistrimin e partive, regjistrimin e koalicioneve, me fushatën zgjedhore, se sa e gjatë do jetë kjo fushatë zgjedhore, duke marrë parasysh që edhe presidenti i Republikës nuk i la afatin maksimal Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra nuk i la 45 ditë kohë për të organizuar procesin, po i la një javë më pak, që do thotë që edhe periudha për të organizuar fushatën elektorale nga ana e partive politike do të jetë, mund themi, më e rrudhur se sa mund të ishte në afatin maksimal. Dhe përrjedhoj, tashmë mund themi që zyrtarisht ne jemi me zgjedhje, pasi dekreti i presidentit të Republikës nuk është marrë, mund themi, me rezerva nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po është pranuar në mënyrë të menjëhershme dhe ka filluar organizimin e procesit zgjedhor për 6 bashkitë, për Tiranën, Beratin, Vlorën, Matin, Tepelenën dhe Carigun, të cilat janë njësitë zgjedhore që drejtohen pa një kryetar të zgjedhur, pa një kryetar në detyrë, dhe tashmë pritet që, mund themi, brenda muajit nëntor të ketë, mund themi, të jetë zgjedhur qytetari i parë që do të ushtrojë mandatin deri në vitin 2027.